në Shqipëri, kur ka komedi, sallat janë pothuajse plot. Këto shfaqet me drama, këto, jo se nuk vinë njerëzit, vinë, po janë çik më pak, sepse janë të ngarkuar xha me nevojë këto pak. dramat, siç ne i shohim, se zot fale tani dhe mediat, jo, nuk e di se është në Kosovë, po kam përshtypjen se njësoj në Shqipëri duhet të japin më shumë vrasje, vjedhje, korrupsione, kështu gjëra, se sa t'japin gjëra të bukura që ti rrisin njerëzit me gjëra të shëndetshme. Nuk e di si është këtu. Realitetin shoqëror ndonjëherë duhet me paraqit edhe përmes mediave, aksident këtu, atë po duhet me i paraqit. Vetëm këto po na japin më zotin. Vetëm këto. Kështu që kur është komedi, të vinë plot. Po ke qenë i përcjell reality show si Big Brother Vip Albania? Unë kam pas ftesë 2 herë tek Big Brotheri dhe të vjet, dhe të ky që po bëhet tani, dhe 2 herë te Ferma VIP. Që këtë të dytën që do ta bëj Luana, kurse vjet ishte tjetër. I kam pas, po unë nuk e kam shumë kohë në dispozicion që të shkoj, për qenë i sinqert. Plus unë kam një raport shumë mirë me familjen edhe nuk jam mësuar me to, domethënë. E kam çik problem që të rri larg këtyre. Pra jeni i lidhur ngushtë me familjen, pavarësisht jetës dinamike, projekteve të shumta, mundoheni që gjithmonë me pas atë kohën e rezervuar për familjen, se që ato... Kohën më të madhe, kohën më të madhe. Sa aty për shembull, okej, aty është eksperimente që bën, edhe shumë mirë që bën, por nuk rri dot brenda, më duhet lëviz. Jam i çik kështu tip impulsiv me temperament. Nuk e keni pa ndonjëherë vetën në një format të tillë. E përcjellni kështu? Për momentin jo, por nuk e dihet asnjëherë jetës. Po për momentin jo. Për momentin jo. Domethënë më kanë kontaktuar, kam kontaktuar me shumë dashamirësi, por nuk kam ne kështu, për qenë sinqert. Ndalemi pak edhe tek familja, pasi që e përmendet që nuk mund të rreni shumë larg tyre, se janë ato aktivitetet ndërsa që preferoni me i bo zakonisht në kohë të lirë, sa kanë qenë mbështetës për krejt këto vite karrierë? Patjetër, unë jetoj me maman time dhe me anën, unë s'kam as motra as vllaj, matë ka ndruar jetë vite përpara, dhe ne kemi një treshë shumë simpatike. Domethënë kemi një kështu trekëndësh shumë interesant. Marrëdhënien e kam shumë të mirë, ato patjetër që më kanë përkrahë gjithmonë. Të gjitha këto treqerekun e gjërave që ke parë këtu, nuse ime filmon ose ajo më bën fotot. Kështu që për post fakti që e kam nusa, e kam dhe si shok. Kështu që pjesën më të madhe të kohës me anën, e kalojmë udhtojmë, pim birra, pim verë, diskutojmë, gjejmë muzikë mirë, shohim filma. Domethënë kemi një raport shumë mirë edhe shoqëror, po themi. Pastaj me mamin jemi shtëpi, kështu që nuk po i bëj shumë komente mamit, se mami është mami. Po, ju pëlqejnë edhe pjesa e udhëtimeve, cike? Më pëlqejnë, po. Ndihmon ndoshta ndonjëherë me u inspiru për diçka të re, apo? Po, mund të jetë edhe kjo, mund të jetë me çështje frymëzimi. Për shembull sot erdha tek juve, thjesht për nga kënaqësia, se ti e di për shembull që do bësh gjithë ato kilometra rrugë. Thash, okay, jepet mundësia që të bëj edhe ca kilometra të tjerë.